Përshëndetje, unë jam Dioni nga ekipi Revolution Robotics. Ky është rrugtimi ynë në FLL Challenge. Skylab këtë vit është përfaqësuar nga dy ekipet, ekipin e vajzave Power Pixel edhe ekipin e djemve Revolution Robotics. Përgatitja ka qenë e gjatë, kemi pasur disa muaj në dispozicion. Qëllimi ka qenë të përvetsojmë mirë misionet. Për mua ishte hera e parë që marr pjesë në FLL dhe ishte eksperiencë e jashtëzakonshme. Gjatë rrugës jemi përballur me shumë sfida. Programimi i robotit në fillim ishte i vështirë, por me ekipën tonë arritëm ta zgjidhim. Ne nuk fituam vetëm çmim, por fituam edhe aftësi të reja. Testimet e para gjatë punës nuk shkon ashtu siç mendum, mirë pas një nuk u dorëzuan. Ky rrugtim më mësoi se sa e rëndësishme është puna në grupe dhe kreativiteti. Sfidë ishte të gjejmë zgjidhje për problemet e papritura. Momenti më i mirë i garës ishte kur roboti kryente misionet. Nga momentit më të vështira ishte kur nuk funksiononte roboti. Ishte emocion kur e dëgjuam emrin e ekipit tonë në vendin e tretë. Faleminderit Skylab që na ndihmove të ndjekim ëndrat tona në teknologji. Skylab, aty ku mësimi takon imagjinatën.